Vesh mendim personal, unë pajtona nëse e the këta, nëse jo pra po shprehi mendim personal, po. Ajo që e the me Hashim Thashin ka rezultu tjetë gabim trashanik për LDK-n kur e ka votu dhe kjo është mendim personal i jemi që ka qenë gabim atëherë dhe LDK do të me qenë e vetëdijshme për gjitha veprimet. Ajo që është e rëndësishme është për me zgjedh një president duhesh me pas konsensus mes partive politike. Fatmirësisht, shoqër zoti po shpreh në Shqip, asnjë parti në Kosovë nuk i ka 80 deputet në kuvendin e Kosovës. VV-ja i ka 57, po mduke se prap numrat shumë të vogël s'po i shoh, 57 i duhen edhe 23. Ai bie ashtu po edhe 23 për me arrit deri tek 80-shi, as qëndron salla apo jo, prof ajo është i njëjti veprim. Pra, si qëndrove në sallë votove, zvotove, pra je ka dhënë me bë. Efektet kundërta. Jo, nuk ka efektin e njëjtë. Nëse qëndron në sallë dhe nëse nuk voton i lejon që me një shumicë të thjeshtë me 61 vota me zgjedh, pra i krijon korumin. Pra votove, zvotove, krijon korumin, rezultati është i njëjtë, zgjidhet ose nuk zgjidhet presidenti. Por ajo që është e rëndësishme është që duhet me qenë vetëdijshëm gjitha partitë politike, përfshi dhe vetëvendosjen që i ka 57 deputet, po faleminderit shumë. Pas na nevojnë ashta me ndru syzat normal. Faleminderit. Që duhet me pas konsensus. Pra edhe Albin Kurti, nëse don me rizgjedh Vjosa Osmanin, që halas të kemi pa publikisht duke e thënë instanti, ose të faktë nëse kam dëgju, duhet me kriju konsensus me partit e tjera